Këtë zhvillime me njerë do të kërkoni linjen. Nga veriut ne do të shkojmë në juglindje të vëndit, në qarkun e Korçës në raportimin e kolegut tonë ati Armand Brau. Si paraqitet situata në qarkun e Korçës, a ka problematika në Qaftan, por dhe në zona tjera të Korçës? Përshëndetje Armandi. Ju përshëndes edhe unë Ertil. Në fakt prej orës 2 pas mesnatës kanë nisur rreshtet e të borës në gjithë qarkun e Korçës, kryesisht në zonat mbi 1200 metra, konkretisht Dardha, Voskopoja dhe zonat e tjera. Ka pasur një intensitet të shtuar të borës, pra të bora ka rënë me intensitet lartë, ku trashësia është regjistruar në disa zona deri në 50 cm. Gjithsesi në zonat më të larta, në zonën e Panaridhjet e të tjerë, trashësia e borës mund të jetë edhe 70 deri në 80 cm. Në fakt autoritetet rrugore dhe kontraktore janë kujdesur që të bëjnë pastrimin dhe hapjen e të gjitha këtyre akseve rrugore. Aktualisht aksi Dardhës, i cili është edhe një aks turistik, është i kalueshëm vetëm me zinxhira dhe me kujdes të shtuar përsa i përket drejtuesve të automjeteve. Në fakt një bllokim ka pasur për kamionet, mjetet e tonazhit të rënd në dalje të Shqipërisë, në hyrje të Maqedonisë së Veriut në doganën e Qaftanës. Kjo për shkak se autoritetet rrugore të Maqedonisë së Veriut kanë ndaluar për disa orë qarkullimin e mjeteve të tonazhit të lartë për shkak të prezencës të borës dhe akullit në rrugë, por vetëm pak minuta më parë nga Drejtoria e Policisë së Qarkut të Korçës na është njoftuar që është kryer hapja e kësaj rruge. Në fakt situata me energjinë elektrike është po ashtu problematike, rreth 743 abonentë në gjithë qarkun e Korçës prej orësh janë pa energji elektrike. Grupet e OSHE-s kanë dalë në teren, por pritet që situata të normalizohet në orët në vazhdim. Në fakt, e gjithë kjo situatë parashikohet të vazhdojë dhe në orët në vazhdim. Theksoj që akset kryesore urbane janë të hapura, akset nacionale, është bërë kryposja e tyre. Vështirësi më të mëdha, siç e thash, ka pasur vetëm kryesisht pjesa e fshatrave të Korçës, ndërsa të gjitha akset që lidhin doganat me qendrat e qyteteve janë plotësisht të hapura. Gjithsesi, ajo që është bërë e ditur edhe nga autoritetet është që të ketë një kujdes të shtuar për sa i përket qarkullimit, sidomos në zonat kritike ato dhe në zonat turistike, ku pritet të ketë edhe një fluks të lartë të qytetarëve të cilët do të drejtohen në këto zona në orët në vazhdim dhe ditët në vazhdim, por ajo që mbetet kryesore është përdorimi i zinxhirave, sidomos në aksin e Dardhës, i cili është më problematiku aktualisht dhe i cili për disa orë mund të them ka qenë plotësisht i bllokuar, edhe për shkak se mjetet borpastruese e kishin të pamundur që të largonin të gjithë atë dëbore e cila jo vetëm që kishte rënë intensitet të lartë, por edhe duke u ndikuar nga era, kishte krijuar relieve në trasti të mëdha. Faleminderit Armand Brau për gjitha këto informacione, në rast se do të ketë situata të vështira dhe zhvillime nga Korça, më njëherë lidhemi së bashku. Shkojmë në Vlorë. Kemi gati kolegun ton atje, Armand Xhelili. Sot në Vlorë ndodhen Jared Kushner, dhëndri Donald Trump, i shoqëruar nga vajza e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe bashkëshortja e tij Ivanka Trump. Përshëndetje Mandi, atëherë kanë mbritur gjatë mëngjesit të sotëm, kanë pasur takime vajza e presidentit amerikan dhe dhëndri i tij.